Edhe po thosha që kjo është dhoma e Helionit. Edhe po thosha dhe tjetër, po thosha, sa gjëra po thosha. Që këtu është garderoba apo e thashtë. Njerëz ne sot kemi ardhur tek Sinsay. Sa po mbaruam pak drekën, sepse mbesa ime sot bëri 6 vjeçe. Edhe thamë se po dalim këtu diku të blejmë diçka, ose ndoshta për të parë të ofertat e fundit. Edhe gjithsesi çfarë do lloj bleri që do bëjmë, dua t'tregoj në vazhdim. O njerëz, a jeni dhe ju si puna ime, që sa herë vi për gjërat për shtëpinë, ndërkohë që kuzhina ime po polcet nga gjërat e kuzhinës, edhe prap dua diçka. Për shembull këto kupat më pëlqejnë shumë, ishin nga 2,5 €. Më pëlqejnë në fakt dhe këto. Por të shoh çfarë do marr. Erdha unë për të parë ndonjë robë për Helionin këtu. Edhe shoh që nga futur rrobat e dimrit. Okej, akoma shumë shpejt për të bërë blerje për rrobat e dimrit, por që mendoj se do hedh një sy të shohim çfarë do gjejmë. Mja unë që mbaroj për rrobat e fëmijëve. Mbaroj, nuk e di domethënë. Që kur ka lindur Helioni dhe deri tani, unë nuk di se sa rroba mund të ketë, edhe se sa rroba nuk i ka veshur asnjëherë. Më ndodh vetëm muaj që për shembull unë kam çun, edhe mbaroj për rrobat e gocave. Shikoni pak. Ja, kaq cute. Me sa kam kuptuar gocat që kanë goca, mbarojnë për rroba çunash. Por ka shumë rroba çunash në fakt. Unë me Helionin kam gjetur super roba dhe gjithmonë kam pëlqyer ta vesh shumë cute. Çfarë bëjmë ne kur vim në Greqi? Të paktën personalisht, direkt supermarket, pastaj bëjmë këtu furnizimet me kremra, shampo, pasta, edhe shumë gjëra tjera që i mungojnë shtëpisë. Edhe kemi ardhur tek Ili. Është një vend ku mund të ku ka pafund gjëra për fëmijë edhe për të rritur. Këtu është sektori. Këtu jam te sektori shampove, edhe sinqerisht nuk di se çfarë të zgjedh. Unë në fakt përdor kerastasën, por po mendoja për një boj flokësh dhe pse unë luaj me kënan. Jam shumë e lumtur me kënan. Nuk e di se çfarë të marr, ka pafund zgjedhje. Ndërkohë që Helion flej gjumë edhe është poshtë me gjyshen, përfitova nga rasti që të vi te ky sektori ku ka këto gjërat e bebave, se ai është sinqerisht shumë i fiksuar për to. Edhe në fakt për momentin do marr njëherë furçat edhe pastat që ne përdorim. Unë më përdor furçat e Curaprox që janë fantastike. Këto janë shpenzimet tona që bërëm, duke qenë se shtëpia ishte bosh. Edhe tani hajt kush do t'i vëri në përvende. Të gjitha këto, edhe disa gjëra tjera që i kam çuar më përpara në përvende, kushtuan diku tek 188 €. Ja dhe Helion këtu, që po pret të haj kosin e tij të preferuar. Edhe tani do t'i çojmë në përvende. Si që pat ishin të Sinsay mora vetëm këto të dyja, edhe një termos për Helionin, mora këtë shampon tek Lili, këta 2 kremrat, mora këtë pastën time të preferuar, në qoftë se nuk e keni provuar akoma, nuk e di se çfarë po prisni, është fantastike. Edhe këto janë furçat që unë përdor të Curaprox, është
janë shumë të mira sinqerisht. Më kanë pyetur jashtëzakonisht shumë për qerpikët. Unë i kam vetë të gjatë qerpikët, por kjo maskara t'i bën akoma dhe më të gjatë. Nuk e di personat e tjerë se si funksionon, por për mua ka funksionuar jashtëzakonisht shumë. Sot për herë të parë mora të provoj këtë nga Essence. Të shohim. Në ardhur pakot nga Temu njerë. 1, 2, 3, edhe 2, 5. I hapim bashkë edhe shohim se çfarë. Tani për shumicën, ndoshta nuk e din, po unë kam qenë për 8 vite nail artist. Pra, unë tani kanë kaluar goxha vite që nuk punoj më, por që thonjtë mi normalisht i bëj vetë. Kështu që në Temu kam porositur për t'i testuar, kam porositur një fusë bukurime, këto limat, këtu është një set akriliku, koka frezash, ka një set furça make-upi. Unë nuk është se i përdor shumë. Edhe kam marrë këtë lugën dhe pirunin, më duken shumë cute për Helionin. Një set me furça. Kam marrë një termos për ushimin. Kam porositur një kostum për vete, që do ju lëndo një foto diku këtu se si i ri. Këtu se kam i den fare që kam porositur. Më duket se dhe një kostum i bardhë. Kam porositur këtë lodrën për Helionin, që është kështu. O, zoti ma këto pakot. Dhe unë do ju lë kodin tim këtu, se si mund t'i merrni. Kjo është super ju. Kjo është një rjedh për në plazh. është kështu. Inshallah qëndron aq bukur sa këtu, okej? Këtu çfarë kemi? Këta lapsat, kush nuk ka provuar, duhet i provoj patjetër. Këtu kemi një cover telefoni. Është kështu. Unë jam e fiksuar me baby blue njerë. Unë që jam për mamë quni, jam e fiksuar me baby blue. Të shojmë këtu çfarë ka. Kjo është kështu një diçka që duhet montuar, edhe është për të mbajtur syzet. Unë kam shumë syze. Jam e apasionuar pas syzeve. Tani unë po flas me zë të ulët, duke qenë se Helion po fryqo. Kutija tjetër çfarë ka? Këtu është një fotografi jona që nuk a tregoj dot. Këtu janë ca ngjitse me makina për Helioni, për t'ja ngjitur tek dhoma, sepse kemi të dhomë e Helioni, siç duket edhe nga dollapi. Këtu kemi një gold qelqi për Helionin. E kjo kutia këtu nuk e kam iden se çfarë ka, do ta hap çik më vonë këtë. Vazhdojmë me tjetrën. Këtu është prap një kit. Pizza për në pak të këtu. Prap një kit për të bërë akrilik, thonë. Do t'i provojmë bashkë. Më thoni në komente në qoftë se doni kështu në një video si i bëjmë thonjt. Jam shumë kurioze. Do ishte kurioz ju se si i bëja unë thonjt? Se unë për shumë jam kurioze të di kur shoh njerëz të tjerë që si i bëjnë. Edhe kjo është një dritë që ti e tha në moment, kur janë këto dizajnot pak të vështira. Për shumë që të në marrë tjetër. Këtu janë disa manikyra gel. Këtu nuk e di se çfarë ka, po diçka që ka goxha mirë. Ka një ngjyrë shumë e bukur. Shikojeni pak njerëz, shikojeni pak. Unë duhet të mësojmë që të shikoj këtu, sepse unë vazhdoj dhe shikoj veten time pas flas. Dhe ajo që kam pritur unë, kaq shumë. Është ky stativi këtu. Edhe këto ta provoj, do ta testoj se si është, sepse nuk e kam iden. Këto ishin blerjet e mia. Edhe ju të gjitha këto blerjet mund të përfitoni një kupon 100 euro, edhe mund ta shpenzoni për shpenzimet tuaja në Temu. Mirëmëngjesi nga një ditë tjetër. Ne u zgjuam hëngrë mëngjesi, sot kishim bukë me vezë edhe sallator që Elioni vdes.
e ka shumë qef. Shkuam pak tani tek dyqani i mishit, morëm mish, edhe do gatojmë sot për drek. Qa do gatuajmë, do e shohim. Jemi mbaruam me drekën. Sot vendosëm unë dhe im shoq që të dilim të bënim një xhiro me motor dhe të pirim një kafe të dy si dikur kur ishim pa Helion. Edhe Helionin e lam tek mami. Jo se Helioni nuk qëndron me mamin tim, por nga që është mësuar 24/7 me mua. Edhe normalisht që qau, e pim atë kafen si e pim. Erdëm në shtëpi. Mami im kishte bërë ragu, edhe mora pak që i bëra Helionit makaronat për drek. Ndërkohë që unë kisha bërë të mbushura, hëngrëm drekën, edhe tani duhet të sistemoj një super rëmuj që kam në shtëpi. Akoma s'kam rregulluar valizhet që erdhëm nga Shqipëria. Akoma nuk kam bërë sistemimin e gjërave të cilët bëra hauli nga Temu që duhen rregulluar dhe ato. Helion po ka një kërkesa, duam të shkojmë dhe në Xhambu, po nuk e di sa do ja arrim për ta filmuar te kjo video. Dhe kështu, kemi jashtëzakonisht shumë punë për të bërë. Por do e dalim. Vazhdojmë që të sistemojmë pak të rëmujnë që ndodhet këtu. Shikojni pak që bëhet. Është super rëmuj, por do dali shumë bukur për pak. Ju dhe shikoni për 1 sekond, dërsa unë do më duhen disa orë të mira. Shumë juve që kam një mal me roba për të rregulluar. E po ja ku jemi për të sistemuar dhomën, e cila është kështu. Do me thënë ka roba gjithandej. Është komplet me roba, duhen sistemuar, duhen vënë në përvënde. Edhe e shohim tani të rregulluar. Si që thash, dhoma përfundoi, çdo gjë në vendin e vet. Te kjo video mua më keni parë në gjendjen time më katastrofë, me thënë të drejtën. Kjo është dhoma e Helionit, edhe ne këtu mbajmë gjithë rrobat tona, rrobat e Helionit. Do me thënë kjo është dhoma ime praktikisht, si tip garderoba ime. Edhe këtu mbaj gjithë këto kujtimet e mia. Kjo është një dhuratë shumë e bukur që më kanë bërë shoqet e mia kur ka lind Helion. Kjo është një dhuratë për 25-26 vjetorin tim, jo, 24 vjetorin tim. Aty keni dhe Helion që është duke u marrë me makinat që i kam gjetur unë te dollapi. Edhe po thosha që kjo është dhoma e Helionit. Edhe po thosha dhe tjetër, po thosha, sa gjëra po thosha. Që këtu është garderoba apo e thashtë. Duke thënë që unë jam në gjendjen time më katastrofë dhe lodhja ime duket njerëz, duket. Po që nejse, do bëhet më mirë. Ju tregova që bleva këtë rimeli nga Essence, edhe shikoni pak ndryshimin. Qerpiku i bërë dhe qerpiku i pa bërë. Okej, unë i kam pak qerpikët vet, të gjatë, pak. I kam shumë të gjatë,
Por që shikoni se si bën kjo maskara. Edhe është fantastike. Me shumë pak të aplikuar. Shumë pak. Dhe dalin qerpikët kështu. Edhe jemi gati. Jemi gati për të dalë tani. U brave? Do ikim taj tani? Pa thoj pak okej, mami? Okej, mami. Okej, Helion, do ikim taj. Do putesh pak? Da, mami. Mirë, bëja pacim tani? Da, mami. Bëja ja? Ja, mami. Ja, Helion. Unë nisëm neve për të vajtë për të bërë supermarket, të dy bashk. Edhe mora këtë karocën Cybexin tjetër që i kam ler Helionit për lindi. Do të regoj pak, është kjo këtu. Edhe njerëz ju betojmë është karoca më e mirë, sinqerisht. Në qoftë se më ndjekin mamat që janë në pritje të ëmbël, ose duan të investojnë për një karocë të mirë, më besoni ja super vlen. Ka goma shumë të mira. Në fakt nuk janë vetëm rrugët e Shqipërisë ato që janë lëmsh, po që janë dhe rrugët e Greqisë, kështu copa. Edhe kjo karoca është e vetmja që mban shumë qese poshtë. Edhe është shumë e mirë. Edhe shumë mirë e menaxhueshme. Thjesht për faktin që është shumë e madhe, unë nuk e rekomandoj për udhëtime, prandaj u detyrova dhe bleva të Cybexin tjetër. Edhe kështu. Po shkëm marrja 2 gjëra të vogla. Edhe me vrap në shtëpi, është vap, por në fakt frym pak. Jo thash përse e dua këtë karocën, urdhëro. Kjo është arsyeja. Ndërkohë Helion po fle gjumë, edhe ne erdhem në shtëpi. Unë dje mora mish viçi të grirë, edhe sot do bëj gjysmën do e bëj, sepse mora 1 kile, dhe gjysmën do ta bëj ragu, ose kima, ose nuk e di si thoni ju. Dhe gjysmë ta bëj qofte, duke qenë se Helion i ha shumë qofte. Edhe është shumë thjesht përgatitja, po a tregoj. Brumin e bëra gati, i hodha një vezë, i hodha pak bukë të grirë, nga këto që janë të gatshme. I hodha krip, i hodha piper, i hodha origan, i hodha hudhër të grirë. Edhe tani do t'i skuqim. Qoftet po bëhen gati, dhe dikush me zi po pret atje. Ne mbaruam drekën, të gjitha punët i sistemuam, tani u bëm gati edhe do ikim në Jumbo. Shohim çfarë do marrim edhe atje. E kemi kështu Jumbon, po nuk vajtëm 1 herë në javë, 2 herë në javë, është e pamundur. Ndërkohë Elioni këtu se çfarë është duke bërë me derën nuk e di. Qofte dolën fantastike. Edhe kaq. Ku kemi ardhur? Hi. Në Jumbo? Ku është Naila? Ku është Naila? Po bën nani? Shiko pak tu? Helion. Bëja qikja? Bëja pacim? Bye! Unë jam fiksuar me këto kapelet. Edhe nuk e di çfarë të bëj, më pëlqen shumë. Ta marr apo jo? Helion ndërkohë që s'vet as në qerë dhe as në kopësh, se normalisht akoma s'ka bërë 2 vjeç, kur dëroni sa të dashuruar është me topin. Ore jeta! Helion! Jo te goja, ka ndalë gjërat e shkollës. Nuk e din që fëse emocionem vetëm unë kur shikoj kështu gjëra për shkollë. Se jo për gjë, po më kujton atë kohën kur ishim të vogla dhe fillon të shkolla. O zoti ma, sa të emocionuara që ishim. Helion, ishe nga goja, mami. Kush do një Big Jumbo Haul. O zoti ma. Unë mendoj se këtij vlogu t'i erdhi fundi.
edhe mendoj që Jumbo Hallin ta bëjmë tek Videoradës. Më shkruani në komente se si ju duk ky vlog. Ju falenderoj shumë. Faleminderit që na ndiqni dhe na suportoni. Ne do shihemi bashkë si gjithmonë te Videoradët. Paqim.